disa fjalë ja vlen me u thonë edhe për Partinë Demokratike të Kosovës. Çfarë talenti të jashtëzakonshëm kanë kallëzu me ja shkaktu vetit edhe një varë në Drenas. Dhe më thonë, kanë shku e kanë marrë një bele, ku do që u kona, ja, kanë thonë, ja që të bele pe internalizojna, pe bojmë tonën. Edhe e shkaktu një debat mrenshëm, edhe një përqarjet mrenshme, që unë e mendoj, që pat pasojat jashtëzakonshme për partinë në shkallë veni. Mënyra qysh kanë vendosë me i nda rrugët me Ramiz Ladrovcin është konë amatoreske, o konë qesharake, dikush duhet me marë përgjithësi për ata. E kandidun për kryetar të komunës dikan që për besë në qitë moment nuk pëm kujtot as qyshe ko emnin. Edhe vendosen me u fut në betej me Ramiz Ladrovcin, budallakije, edhe hetësis PDK-s e pabesukshme. E pabesukshme. Pra, e përgjysmun Drenicën, sa do që Ramizi tash po dele dhe po thot që ja kushtoj, ani, njëra ju rrit atina, ja kushtoj fitoren Hashim Thosit Kadri Veselit dhe Jakub Krasniqit, këta fëmija këtu, ja shkaktu në vetit një bela në derë të shpis. A e një be normal. E fitojmë të ishin në rundë parë. Po, fitoni në rundë parë. U po, që shë fitut në rundë parë. E tash ka dhe në me bo? Nonën tjetër. Dhe më thonë që 2 herë e rrit uroni PDK në Prishtinë, po me çfarë qëllimi? Gjithashtu, krejt resurset financiare, logjistike, PDK i ka investu te uroni. Në komuna tjera ju ka thonë zoti një moft, e kena një djalë që unë garë në Prishtinë, i cili e fitoj medaljen e brënzt. Po medalja brënzt në politik nuk ka vlerë, pa marë parasysh për sa i ke hub zgjedhjet. Krejt që ka mohet men zgjedhje, është a i fitove, a si fitove. Urani është e vërtet e qaj 27%. Po kjo është vesh për statistika. Në ballotazh është dikush tjetër. Për mu metet i pa kuptimt roli minor që e ka Agim Aliu në PDK. Dhe më thonë, PDK çuditërisht gati e konsideron të mirëqenë fiturjen Ferizaj. Agim Aliu është aset i jashtëzakonshëm i Partisë Demokratike të Kosovës, po Agim Aliu nuk e shenin qender. Agim Aliu, thënë, fitohet ishat Ferizajnë. Agim Aliu ta mund këtë vetë vendosjen Ferizaj. Ferizaj vetë vendosje të fiton bindshëm, Agim Aliu t'i gjun një zën. Pse nuk është Agim Aliu njëni për figurave qendrore të Partisë Demokratike të Kosovës? Ma shumë flitet në PDK për vendin e tretë Turani Smojlit, sesa për fitoret pa ballotazh të Agim Aliut. Ma shumë krenohen që urani për rrit partinë, sesa që Agim Aliu për ta nal hovin e Albin Kurtit në Ferizaj. A nuk është pak e çuditshme që kjo? A nuk është dashur mu lexu drejt mesazhi i njerëzve në Ferizaj për Agim Aliun? Pse doni me majt Agim Aliun veç çatje? Figurë tjetër e rëndësishme në PDK është Shaqir Tota. Unë jam i bindën që me një aleancë të duhun, Shaqir Tota prapë e mon Prizrenin. Prizreni është qyteti i dytë më i rëndësishëm në Kosovë. Është i dyti më i rëndësishëm. Shaqir Tota fitoi 42, që me gjos është më shumë se sa ka fitu në 2021. E njëjta këshill, sikur për Agim Aliun, vlen edhe për Shaqir Totën. Pse duhet më kona Belar Tahiri më i rëndësishëm se Shaqir Tota në PDK? Pse duhet më konë kushdo më i rëndësishëm se Shaqir Tota në PDK? Njëri që ta mon Prizrenin, qytetin e dytë më të rëndësishëm. Edhe si më thonë kryen zgjedhjet Shaqir Rrishat jenë Prizren. Jo be, për nashta Shaqiri pi di ka një 2 sene që ju si dini. Sigurisht që beteja më e rëndësishme në ballotazh ka më konë Prishtina, po si betejë nacionale është
Mitrovica. Mitrovica, nëse e kështë hek Bedri Hamzën për ekuacionit, ish harrusi tim. Dhe më thonë ti kishin fitu 60-70%. Nëse dojnë me majtë Mitrovicën, këta të Prishtinës, nuk du të mu dogë shumë ka Mitrovica. Le të një mojnë me qka të munën, po këta s'du të mu panë të bime Mitrovicë. Bedri Hamza është, unë e menoj, figura ma dashtë në PDK-s për te i vija partijake. Kështu që mbështetje po, si partia që du të mi thonë mbështetje degve të veta, po Bedria e ka, se më thonë, një mujnë ma të rëndësishëm, politik të vetin. Andaj veç du të mi thonë, puna marë, kalzana që ka mujna me të një mu.